Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje! Jemi sërish në She's on Air, është përsëri e enjte dhe patjetër me energji të reja dhe me të ftuar të rinj shumë interesant. Sot në studio, pa humbur shumë kohë, kemi atë që të gjithë e njohim me emrin Kelly. Përshëndetje. Kelly, mirë se erdhe. Kelly. Shumë kënaqësi që të kemi këtu në mesin ton. Përrisin në shtëpinë tënde. Po, si shtëpi time edhe me thënë drejtën. Si ka qenë mirë. për ty angazhimet, me çfarë je marrë më së shumti? Më tepër jam marrë me prodhimin e këngëve të reja, sigurisht dhe me prodhimin e materialeve për këngëtarët të rinj, të vjetër, më tepër me këto gjëra. Sigurisht kam planet e mia që të nxjerr sërish këngë të reja. Okej. Vera pa afro, ndoshta bëjmë diçka më ritmike. Ke ardhur me disa projekte muzikore që janë prit shumë mirë. Si ka qenë për ty feedbacku nga publiku? Mirë, goxhaj mirë, domethënë publiku vazhdon përqafon atë që mund të jetë muzikë e mirë. Këngët kanë pasur shikueshmëri deri diku të mirë. Nuk është se jam ai këngëtar që synoj 10 milion klikime, 15 milion klikime, po kur vjen pse nuk i themi jo. Me çfarë je marr përveç muzikës këto kohë? Po, vetëm muzikë ditë bëhet me të drejtë. Domethënë, sigurisht edhe jam marrë shumë me familjen që rrin në shtëpi. Po ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastën, ka bërë shumë buj. Si lind ideja për të bërë prapë të remake? Ideja ka qenë mix. Ka qenë diku dhe para një viti e gjysmë, para se të futesh edhe në Big. Por që deshëm të bënim diçka të veçantë, ta kthenim këngën në pak më 2026 me tinguj më të mirë normalisht, por që të kishte edhe një temë interesante. Zgjodhëm një temë që i përket divorcit. Pasi mbas studimeve të fundit që po shohim, ka më shumë divorce se sa celebrime. Domethënë njerëzit më shumë ndahen se sa martohen. Imagjino të fillojnë njerëzit për shembull të bëjnë kështu festa divorci, edhe nga po të ftojnë për dasëm, të ftojnë për divorc. Kemi një divorc. Ke këndu për divorc. Po, këtë javë kemi një divorc. Shumë artistë, ku do shkosh jam i divorc këtë javë. Ju ftojnë për zemërsisht në divorcin tonë. Po, dhe me ftesa. Në këtë ditë gëzimit për familjen tonë. Kjo kënga këndohet nga dy njerëz që janë lumturisht martuar. Por që jemi munduar, domethënë artisti gjithmonë mundohet të futet në lëkurën e gjendjes që mund të ketë. Kemi kapur një temë, domethënë që është e ndjeshme për shoqërinë, por që kemi kapur anën tjetër, domethënë zakonisht femra është ajo që vuan, që stigmatizohet tek pjesa e divorcit, po harrojnë që dhe burrat Unë mendoj se burrat preken pak më shumë. Burrat shkatrohen totalisht nga divorci. Unë mendoj vërtet se burrat preken më shumë. Unë njoh njerëz që kanë kaluar këtë gjë dhe ka qenë totalisht të dërmuar mbasi ka ndodhur kjo eksperiencë, edhe është goxha më e vështirë për një mashkull se sa mendoj për një femër. Por që mashkulli e vuan shumë, ndoshta dhe në heshtje, ndoshta dhe në jam shumë e sigurt. S'kam kaluar në divorc, po. Po sigurt. Kelly, shpresojmë që ata që divorcohen ta kalojnë sa më lehtë, po unë dua të mbetem pak te ty. Sa e vështirë është, domethënë ti ke hitin tënd, nuk e di, ta rikthesh, por pa i prishur atë magjinë e këngës. Jo, ne jemi munduar të mbanim bazën e këngës, domethënë kitara thjet po pak a shumë e njëjtë. Na e bësh një akapela. Po e bëjmë valla. Dita ndale da krepa, aparecaj, puthja fale, jam i huaj, nuk am faj, nuk di të pres, po nuk frite dhe ti, nuk di të vdes, po nuk vdisja nga ty. Kjo është strofa. Sa e më pëlqen shumë. Edhe jemi munduar të bëjmë atë origjinalin. Po çfarë doni të sillni ndryshe se është tematika, domethënë është pjesë, është vendosur Big Basta që Nga kush lindi propozimi, nga Big Basta apo fillimisht ka qenë nga Bigu. Fillimisht ka qenë nga Bigu dhe më vonë ku dola unë nga Bigu. I thash që hajde ta bëjmë atë që kemi lënë për gjysmë, pasi mendoj se jemi edhe dy këngëtarë të njëjtës gjeneratë dhe kuptohemi mirë dhe Bigu e ka penën e rëndë, shkruan bukur dhe është një nga artistët
që ka dhënë kontribut të veçantë për sa i përket muzikës si hip hop. ishte bashkëpunimi me Big Bastën? Me Geri nifem tu 15 vite përpara, por që nuk na ka rastisur puna që kemi një bashkëpunim të përbashkët. Dikur ka pas shkruar një tekst, një këngë time që kanë qenë marr në Top Fest 9 mbaj mend, në Top Fest 9 ka qenë një bashkëpunim me Jeta Faqollin dhe aty ka qenë autori i tekstit. Por që është goxha bashkëpunues tek pjesa e prodhimit dhe shumë open mind te kjo. Si ke parë komentet? Domethënë janë publiku, është më besnik ndaj versionit të parë apo e kanë mirë prit dhe këtë versionin? Fillimisht gjithmonë njerëzit janë skeptik kur është diçka që risillet. Domethënë ishte më bukur e para, por do ti që u pëlqye goxha dhe u përqafua sërish si versioni i parë. A do doja të kishe një tjetër bashkëpunim? Unë kam bashkëpunimet që kam disa bashkëpunime që do publikoj brenda këtij viti. Do na thuash në një emër të ri? Unë më tepër po merrem me artista të ri. Domethënë dëshira ime më e madhe është që t'i jap dorë atyre që mundohen të bëjnë muzikë të mirë, mundohen që të rriten sado pak në skenë dhe t'i jap atë që ndoshta nuk më kanë dhënë mua ku kanë qenë i ri. Një shtytje. Me këto projektet e reja këto kohët e fundit, kush ka qenë inspirimi yt më i madh? Inspirimi më i madh është përditshmëria, domethënë çdo gjë që ndodh, dëgjojmë çdo ditë Shqipëria është një dramë e madhe. Domethënë Ai tha divorcet. Dëgjon sherrë, dëgjon problematika nga më të ndryshme. Është vërtet, domethënë kjo është arsyeja sepse ne po dëgjojmë më shumë këngë vuajtje se sa këngë gëzimi, sepse realisht e mendoj vërtet shumë shpesh dhe them, si ka mundësi që neve nuk kemi shumë nga këto këngët që tani të japin gëzim, që të ngjallin emocion. Po, patjetër. Ka strategji kështu që. Ne po bëjmë me Reels e Instagrami strategji me tematika vuajtje. Ne si shqiptar, domethënë ne si ballkanas e kemi qef vujtjen, domethënë si Ama dhe ahengu në burr. Dhe ahengu. Kemi këto ahengun e kemi me të vrame. E kupton? Koka në Stamboll, trupi në Janinë. I kemi po prapi çik shumë me të vrame. Por që domethënë është më kollaj të transmetosh një vuajtje se sa një gëzim. Domethënë tek shumë personale a ke? Po unë gjithë këngët i kam personale. Domethënë ka këngë që ndoshta nuk janë për personin fizik, por është për dikë që ndoshta kam dëgjuar ose e njoh dhe kam ndoshta jam frymëzuar nga ai moment dhe kam shkruar diçka. Po gruas tënde ke dedikuar ndonjë këngë? Patjetër i kam një për shumë. Po dedikoja edhe një tani. Ka qenë një këngë që ka qenë pjesëmarrëse në këngë magjike, është kur ti buzëqesh, yjet ndriçojnë edhe më shpesh, dhe jem gjithmonë me ty kudo të jesh. Vazhdo. Tani të dielën. Në këto momente më falë, më vjen çaj. Po Është nevojshme. Je mirë sot. Edhe jo, kam goxha këngë që i kam kushtuar bashkë. Po djalit? Tani u dha të djali unë. Te djali, me djali kam bërë një këngë. Djali i kam bërë një këngë. Por që janë ca lloj këngë që duhet ta marrësh guximin që ta bësh sepse është shumë personale. Po mund të këndosh vetëm një pjesë të asaj këngës? Atë nuk ta këndoj. Tani ne të dielën të shtëpinë të së diellës fillon talent në shtëpi me Egli Takon, me Eglin ton. Ti si ke marrëdhënie sot me Eglin? Shumë mirë. I ke urrë ndonjë gjë për emisionin që do filloj? Uroj që të zbuloj sa më shumë talente, se realisht Shqipëria ka nevojë për talente të rinj. Domethënë po dëgjojmë shumë muzikë të huaj, por pak zëra shqiptar. Të pëlqen Egli në modorim? Shumë mirë. Unë uroj që Egli të këndoj sa më shumë në këtë eksperiencë. Jo, Egli ka goxha të mirë, nuk është ka. Ju keni bërë një bashkëpunim bashkë me këngën tim që nga publiku përqafua shumë. Cili mendon ti që ka qenë çelësi i suksesit te kjo kënga? Po i të dyve ka qenë, domethënë, ajo lindi spontanisht si këngë.
para se Egli të hynte në Big edhe para se. Dini që do hyni të dy në Big Brother para se. Jo, nuk e dija që. Kështu që projekti lindi dhe pastaj ju u gjindet. Egli unë e ftoi te një klip im që i doli si protagoniste kryesore dhe u ndjeva në faj që ngeli vetëm aq dhe thash unë do kam dëshirë të bëjmë dhe një këngë bashkë tek pjesa. Po sepse zakonisht si ide një këngëtare që del si figurante është pak e çuditshme. Unë ndjeva paksa në faj dhe për ta shlyer atë mini gabim të vogël, nëse më thonë za mund të qesh gabim, por që i ofrova një bashkëpunim, sepse ajo realisht ka mbaruar për muzikë, e një muzikën mirë. Do kemi një bashkëpunim tjetër. Po pse jo, këtu jemi. Para se të kalojmë në publicitet, unë do të kërkoja një kapela pikërisht të këngës që kemi me Eglin. Jo nuk fleju si çdo natë, ëndrat mia ti ke hy. Jezit flasin sa je gjallë, po unë i vdekun jam pa ty. Jo mos e lën ti se më utret, i thyje shpirti vetëm kam bet. S'ka me haru ditën kur ke shku, a ditë ku s'mujda me t'përqafu. Vazhdojmë të qajmë këte nga anët tona dhe do shkëputemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi pas pak. Ka nga emocionet. Nga lotët.